vetë Kurti e ka thënë që mos më besoni, se ka thënë kur kam qenë në opozit, kam thonë diçka tjetër, kur jam bo kryeministër, jam të thonë diçka tjetër, kur dalë në fushat, flas diçka tjetër. Do të nëse po më pyetni a i besoni Kurtit sa bëhet presidenti, unë nuk mund t'i besoj për asnjë gjë. Njeriu i demarkacionit, privatizimit, fondit sovran, bankës zhvillimore, njeriu i insistimit për gjetjen e njerëzve të zhdukur gjatë luftës me forcë nga Serbia. Gjitha këto janë kauza dhe premtime të dështuara, dhe një gjë është e vetme që Kurti bën populizëm sa herë që flet në media. Tani du ta kuptojmë drejt që unë nuk besoj fare në as intencën e as qëllimin e mirë të Kurtit për t'i bërë institucionet. Unë mendoj që e mban afër Vjosa Osmanin ose e ka rikthyer afër pas një përplasje që ta ketë sa më afër për t'ia ngulur një thik pas shpine. Do të thik pas shpine Vjosa do e merr herët avon prej Kurtit në kundërshtinë dhe formën e veprimit ndaj kundërshtarëve politik. Dhe gjithashtu për 5 vite një gjë që e ka dëshmuar është që nuk është interesuar qeverisë. Sot jemi në kolaps energjetik, jemi në terr të plot përkundër gjitha paralajmërimeve që kemi bë, dhe asnjëherë nuk ka dhënë përgjigje. Përpara thonte do i bëjmë bojlerat e mandej filterat, tash nuk janë as bojlerat as filterat. Kurti është as bojler as filter. Domethënë ne kemi rrinë në pikën kur duhet të presim me padurim nëse po ndodh një gjë e mirë në konsolidimin e institucioneve. Dje reagimi i lëvizjes vendosje ndaj vendimit gjykatës kushtetuese ishte një indikacion i radhës që nuk do ta respektojnë dhe do të vazhdojnë me kryenetësi tentimin për ta konsoliduar Kuvendin e Republikës duke bërë populizëm, duke u ngritur kundër listës srpska dhe nën kryetarit të listës srpska në Kuvend. Kjo për mua do të thotë që Kurti është duke blerë kohë për ta sjellë Kosovën në një krizë kushtetuese, sepse 2 gjykatës të gjykatës kushtetuese ju mbaron mandati, në një krizë financiare për shkak se pa Kuvend nuk kemi buxhet, dhe në një krizë presidenciale kushtetuese për shkak se do të jetë shumë e vështirë se si do dalim nga kjo situatë kur i mbaron mandati presidentës Osmani, e që në ora 12 me 4 mars ne duhet të kemi president të ri ose duhet të shkojmë në zgjedhje. Ka të pa ditura e të panjohura, siç kanë qenë këto 5 vitet e fundit qeverisjes Kurti. Kjo është arsyeja pse njerëzit janë, si themi, në një amulli të plot, sepse s'ka transparencë fare, as nuk ka debat politik, dhe nuk e besoj që Kurti mund të zgjedhë një president, kushdo që jetë ai ose ajo, pa një marrëveshje politike me partitë opozitare për 81 deputet siç kërkohen, dhe tentimi për ta bërë një gjë të tillë pa marrëveshje politike ka 2 skenare, një shkuarja në zgjedhje ose 2 thyrja ndonjë nga partive politike opozitare që do ishte fundi i pluralizmit politik, sepse pranohet rregulli i imponimit pa marrëveshje politike dhe pa dialog politik. Dhe kjo është vdekja e demokracisë. Jo, deri tani, me sa unë jam i njoftuar, nuk ka pas asnjë diskutim në këtë drejtim. Kjo nuk mund të thuhet në blok, nuk është pa dialog politik, pa marrëveshje politike, natyrisht nuk është. Është e qartë nevojitën 30 nënshkrime për të bërë kandidat, AK vetëm nuk i ka 30 nënshkrime, dhe unë nuk jam në gjendje sot t'ju them nëse do të ketë një nismë nga partitë opozitare kushtimisht politike për ta nxjerrur një kandidat të përbashkët. Duke u bazuar nga e kaluara, nga viti i kaluar, nuk shoh një mundësi të tillë, kur e gjithë opozita do bëhet bashkë për një kandidat nga njëra nga partitë politike, sepse secila i ka interesat e veta, por unë shoh këtu vetëm një gjë, që vullneti i Kurtit është që të shkojmë zgjedhje, të vazhdoj trendin e degradimit të pluralizmit dhe demokracisë. Nuk shoh këtu vullnet politik të një mençurie, pjekurie politike për të ulur bashkë në tavolinë për të bërë dialogun edhe për të arritur marrëveshje politike.